Mirë se vini. Sot do të zbulojmë bashkë një nga historitë më të fuqishme dhe më epike të Kuranit. Bëhet fjalë për udhëtimin e jashtëzakonshëm të profetit Musa. Një rrëfim i thellë mbi besimin, guximin përballë tiranisë, që nis në ujërat e lumit Nil dhe arrin kulmin e tij dramatik në brigjet e detit Kuq. Dhe ja ku e kemi. Kjo fjali në fakt është thelbi i gjithçkaje. Ajo i jep tonin gjithë ngjarjes. Mund ta shohim si zemrën e kësaj historie, një premtim i qartë se edhe në errësirën më të madhe, kur gjithçka duket e humbur dhe shtypja është e padurueshme, ndihma e Zotit është fare pranë. Ky është principi që e udhëhoqi Musain në çdo hap. Okej, le të bëjmë një hap pas në kohë. Shkojmë në Egjiptin e lashtë. Flasim për një periudhë të mbushur me frikë, me padrejtësi dhe e gjitha kjo nën pushtetin absolut të një njeriu, faraonit. Ai nuk ishte thjesht një mbret, ai ishte vetë simboli i arrogancës absolute. E dini çfarë është vërtet tronditëse këtu? Metodika e tij. Ai nuk ishte thjesht mizor, ishte strategjik në shtypjen e tij. E para, e kishte shpallur veten Zot. Imagjinojeni pak, popullin e Beni Israilve i kishte ndarë, i kishte vënë kundër njëri tjetrit, taktika klasike për qa e sundo, për t'i majtur të dobët. Dhe pastaj vjen pjesa më e tmerrshme, kulmi i paranojës, urdhri për të vrarë çdo djalë të porsalindur. Pse? Nga frika e kulluar se njëri prej tyre një ditë mund t'ia rrezonte pushtetin. Dhe pikërisht në këtë atmosferë terrori lind shpresa. Por mënyra se si kjo shpresë arrin të mjetoj është dëshmia më e madhe e planeve hyjnore që i kalojnë të gjitha pritshmëritë tona. Këtu pra nis historia e Musait, një foshnjë pa mbrojtur përballë një perandorie të tërë. Ne të ndalemi një moment dhe ta imagjinojmë sprovën e nënës së Musait. Të lindësh një djalë kur ushtarët janë derë më derë duke i vrarë, frika duhet këtë qenë e papërshkrueshme, dhe pastaj frymëzimi nga Zoti. Por çfarë i thot? Jo ta fshesh, por ta lëshosh lum. Çfarë akt i pabesueshëm besimi ky? Ky nuk ishte një veprim dëshpërimi, por një akt dorëzimi total ndaj një premtimi më të madh, se Zoti jo vetëm që do t'ia kthente, por do ta bënte profet. Dhe këtu plani hyjnor shfaq ironinë e tij të përsosur. Arka nuk ndalon diku në një breg të sigurt apo në shpinën e ndonjë njeriu të mirë. Jo. Rryma e çon drejtë në zemrën e rrezikut, në pallatin e atij njeriu që kishte urdhëruar vrasjen e tij. Ky është momenti ku gjithçka ndryshon. Ushtarët e gjejnë foshnjën, por është gruaja e faraonit ajo që ndërhyn, sepse Zoti i futi dashurinë në zemër për atë fëmijë. Dhe fjalët e saj ndryshojnë rrjedhën e historisë. Pa e ditur fare, ajo bëhet mbrojtësja e njeriut që do të sfidonte gjithë perandorinë e burrit të saj. Pra, ja ku qëndron mrekullia. Tirani që donte me çdo kusht ta eliminonte kërcënimin e ardhshëm, përfundon duke e rritur atë në shtëpinë e tij, duke u ushqyer dhe duke u kujdesur për të. Kjo është një dëshmi e qartë se planet njerëzore, sado të mëdha, janë asgjë përballë vullnetit hyjnor. Vitet kalojnë dhe Musa i rritet si një princ egjiptian, por jeta e tij shumë shpejt do të marrë një kthes dramatike. Ai do të shndërrohet nga një antar i familjes mbretërore në një të arratisur, dhe pikërisht në këtë mërgim, ai do të gjejë thirrjen e tij të vërtetë. Jeta e tij ndryshon brenda natës. Pas një incidenti tragjik ku vret pa dashur një njeri, ai detyrohet të largohet. Ikën nga Egjipti i vetëm, i friksuar. Por kjo arratisje e çon në Median, ku një veprim fisnik i tij shpërblehet me një shtëpi, një familje dhe një jetë të re si bari. Dhe pikërisht aty, kur mendon se ka gjetur qetësi, një zjarr misterioz në malin Tur e therr drejt fatit të tij. Ky sigurisht nuk ishte një zjarr i zakonshëm. Ishte momenti madhështor i thirrjes hyjnore. Nga mesi i zjarrit, Musari dëgjon zorin e krijuesit. Dhe për ta mbështetur në këtë mision, që dukej i pamundur, Zoti i jep Musait dy mrekulli të qarta, dy prova fizike. Shkopi i tij thjesht prej druri shndrohet në një gjarpër të vërtet, dhe dora e tij kur e fut në gjy, dele bardhë, vezulluese. Këto nuk ishin iluzione, por shenja të fuqisë pakufishme të Zotit, prova që ai do t'ia çonte faraonit. Tani fillon përballja vërtet. Musai, i pajisur me shenjat hyjnore dhe me vllain e tij Harunin si mbështetje, kthehet në Egjipt. Kthehet për të përballur me njeriu nga i cili ishte arratisur. Por kjo nuk është thjesht një përballje mes dy njerëzve, është betejë mes të vërtetës hyjnore dhe iluzionit të pushtetit njerëzor. Kjo tabel e përmbledh në mënyrë perfekte. Në njëra anë kemi mesazhin e thjeshtë dhe të thellë të Musait: adhuroni krijuesin e gjithçkaje. Dhe në anën tjetër, përgjigjja e faraonit, kulmi i arrogancës:
Unë jam Zoti juaj më i lartë. Këtu, pikërisht këtu, qëndron thelbi i gjithë konfliktit. Faraoni, duke quajtur mrekullinë e Musait thjesht magji, organizoi një duel publik. Ai mbledh magjistarët më të mirë të mbretërisë. Ata hedhin litarët e tyre dhe krijojnë një iluzion të frikshëm gjarpërinsh. Pastaj vjen radha e Musait. Ai hedh shkopin e tij, i cili shndrohet në një gjarpër të vërtet dhe i gëlltit të gjitha mashtrimet e tyre. Dhe rezultati? Magjistarët, pra ekspertët e iluzionit, e kuptojnë menjëherë se kjo nuk ishte magji dhe bien në sejdë duke deklaruar besimin e tyre. Një humbje totale dhe publike për faraonin. Por, pavarësisht kësaj humbjeje dhe shumë shenjave të tjera, faraoni mbretet kokfort, dhe kjo kokfortësi e çon historinë drejt kulmit të saj dramatik, largimit të Beni Izrailëve dhe mrekullisë finale që do të vuloste fatin e tiranisë së tij një herë e mirë. Pas atij dueli, Zoti dërgoi një sar fatkesish mbi popullin e faraonit si paralajmërime. Thatësirë, përmbytje, karkaleca, uji që kthehej në gjak. Sa herë që vinte një dënim, ata i luteshin Musait t'i shpëtonte, duke premtuar se do të besonin. Por sapo dënimi largohej, ata i thrinin fjalën përsëri. Dhe më në fund vjen urdhri për t'u larguar gjatë natës. Por faraoni i ndjek me gjithë ushtrinë. Beni Israil të gjejnë veten në një kurth, para tyre deti i kuq, pas tyre ushtria e faraonit. Njerëzit e tij i thonë: "Nazun, mbaroi." Por Musai, me një besim të hekurt, përgjigjet: "Jo, Zoti im është me mua. Ai do të më tregojë rrugën." Dhe atëherë vjen urdhri: "Godite detin me shkopin tënd." Dhe deti ndahet në dysh, duke krijuar rrugë të thata. Populli i tij kaloni sigurt, por kur faraoni dhe ushtria e tij futen pas tyre, ujërat kthehen dhe i mbulojnë të gjithë. Fundi i faraonit nuk është thjesht fundi një historie. Vlera e vërtetë e këtij rrëfimi qëndron te mësimet e përjetshme që ai mbart. Pra, le të shohim çfarë mund të nxjerrim nga ky udhtim i jashtëzakonshëm. Mësimet janë kaq të thella. Kjo histori na tregon se mbrojtja e Zotit vepron në mënyra që ne as nuk i imagjinojmë. Si të shpëtosh një foshnjë pikërisht në pallatin e armikut. Na mëson se mbështetja e vërtetat e Zotit, si ajo e Musait përballë detit, e kthen dëshpërimin në siguri absolute. Ajo na konfirmon se asnjë tiran, sado i fuqishëm të duket, nuk i bën dot ballë vullnetit hynor. Dhe më e rëndësishmja, shpëtimi vjen pikërisht në atë moment kur besimi bëhet më i fortë se frika. Në fundit, e gjithë historia e Musait është një dëshmi e kësaj të vërtetë themelore, që nga arka në lum e deri te ndarja e detit, çdo ngjarje tregon se kur Zoti ka një plan, asnjë ushtri, asnjë tiran dhe asnjë pengesë natyrore nuk mund ta ndalojë atë. Është kaq e thjeshtë. Dhe kjo na lë me një pyetje për të reflektuar. Historia e Musait është plot me përballje të jashtme, padyshim, por në thelbin e saj është një betejë e brendshme e besimit. Dhe ndoshta faraoni më i madh me të cilin përballemi çdo ditë është pikërisht frika dhe dyshimi brenda vetes son. أرضعيه ثم اطرحيه في اليم لا تحزني فالحفظ من رب أفسح ومضى الصغير على المياه كأنه سر من الرحمن يمضي ويصدح حتى رآه القصر وانفتحت له أبواب قدر بالنجاة تضح قالت له امرأة الطغاة قرة للعين لا تقتلوه لعله ينجح فانشأ موسى في قصور عدوه والله فوق تدبيرهم يرجح وعاد للحضن الذي اشتاق له قلب الأم فالفؤاد تفرح إنا رددناه إليها رحمة والوعد من رب السماء لا يذبح كبر الفتى آتاه رب حكمة وعيون علم في الفؤاد تفتح